Faleminderit i nderuar kryetar, të nderuar deputet, të nderuar media, të nderuar qytetar. Në raport me fjalimin që sapo e mbajti deputeti Gruda, u thanë disa të pavërteta, u tha që nuk lejohet që të mbahet seancë pa u votuar qeveria, megjithse kuvendi është i konstituar. Mirë po, më lejeni t'ja rikujtoj zotrit Gruda, sepse dhe fort mirë që kjo nuk qëndron, sepse nuk është të shkruar askund një gjë e tillë. Pra askund nuk është të shkruar. Ai u referua praktikave, por praktikat bëhen duke zbatuar në praktik. Kjo është një praktik që po formohet tash. Pra kemi një situatë të jashtëzakonshme dhe mund të shfrytëzohet si e tillë. Për fakti që deputeti Gruda është sot këtu, edhe pas konferencës për media nga Vlora Qitaku, që e pam pak më herët, tregon edhe për disonancën brenda vetë partisë. Pra me gjase kanë vlerësuar që nuk ka bërë një punë të mirë në konferencë dhe tash është dashur të vijë deputeti Gruda këtu me sqarime shtesë e që po e shoh që është në siklet, sepse si jurist po i nevojitet pra që të thotë të pavërteta me gjëra që edhe ai vetë e din që nuk pajtohet. U tha që komisionet nuk mund formohen sepse ende nuk dihet kush është pozit e kush opozit. E pavërtet gjithashtu. Kjo vlen vetëm për 2 komisione. Është komisioni për mbikëqyrjen e AKI-s, të cilin duhet ta udhëheqë opozita, dhe është komisioni për mbikëqyrjen e financave publike, të cilin gjithashtu duhet ta udhëheqë opozita. Por të gjitha komisionet tjera nuk mvaret kush është pozit e kush opozit. Ato përcaktohen, zgjedhen, kryesimi i tyre zgjedhet varësisht pra nga madhësia e grupit parlamentar. Grupi parlamentar më i madh zgjedh i pari, pastaj i dyti e kështu me radhë. Ndërka përbërja e vetë komisioneve reflekton fuqinë politike të grupeve parlamentare dhe s'ka të bëj fare a është pozit apo opozit. E aq më pak për 4 komisionet e përhershme, të cilat duhet të funksionojnë pat apo s'pat qeveri fuqiplot, sepse janë komisionet të cilat mbikëqyrin edhe institucione tjera vitale që s'kan bëjnë fare me ekzekutivin. Pra kemi gjyqësorin, kemi institucione tjera të pavarura, avokatin e popullit, ndërmarrjet publike, pra Regjia, 1 minutë ju lutem. Të gjitha këto institucione pra s'kan bëjnë fare me qeverinë. Pra apo i bie që përderisa s'ka qeveri, duhet kuvendi të mbikëqyr këto institucione, pra kjo e demanton edhe një herë qëndrimin e pasakt të zotri Grudës. U fol edhe për nenin 31 paragrafi 5. Më lejoni t'ja rikujtoj zotrit Gruda, si që kam bërë edhe pak më herët në Facebook, që paragrafi 5 nuk thot kufizimet në paragrafin 1 të këtij neni, por thot kufizimet në këtë nen. Pra që nën kupton edhe paragrafin 2, edhe paragrafin 3, edhe paragrafin 4. Pra nuk vlena që po thotë zotri Gruda, po këtë që interpreton qëllimshëm. Po për më tepër, nëse pas ka qenë problem buxheti vitit 2026 se që ka miratu prej qeverisë, pse atëherë nuk po i formojnë komisionet? Cili është kundërshtimi që po refuzojnë me i miratu edhe buxhetin për komunën e Prishtinës, Gjilanit e Zubin Potokut? Ato nuk janë buxhete që i ka bë qeveria, janë buxhete që i kanë bë kuvendet komunale përkatëse, qeveria vetëm i ka procedu këtu, nuk janë buxhetet qeverisë. Pra janë buxhetet të komunave, janë me Kundër replik, zoti Gruda, 1 minutë.